Motër, një burr që ka frikë Allahun, nuk do të luaj kurrë me zemrën tënde. Një burr që me të vërtet ka frikë Allahun, nuk do të argëtoj e pastaj të lërë kur mërzitet. Nuk bën premtime të rreme, të humbas kohën tënde ose të mbaj si një opsion. Sepse një burr që ka frikë Allahun e di që dashuria nuk është lojë. Ai e din se në ditën e Kiametit do të jep llogari për mënyrën se si të ka trajtuar. Pra, nëse ai po të jep shpresa të kota, duke bërë justifikime ose duke të bindur se nikahu nuk është i dobishëm tani, atëherë ai nuk ka frikë Allahun. Ai ka frikë nga përkushtimi.